E drejta qytetare për të protestuar është një drejtë e garantuar që vijon dhe do duhet të garantohet nga shteti, por që sipas tij të gjitha ato pretendime pastaj që vinë nga qeverisja. Ata nuk e pranojnë as thirrjen Ramanburg-Berisha-Burg, pra po themi ato thirrje e cila bashkon si kryeministrin ashtu edhe liderin e Partisë Demokratike. Madje ata thonë se këto thirrje vinë vetëm nga një grupim i caktuar i cili kërkon her pas here që të ngrejë zërin përmes një kauze e cila favorizon vetëm një grupim të caktuar dhe sipas tyre nuk e përfaqëson protestën dhe nuk i përfaqëson thirrjet gjatë tubimit. Bekim ke qenë nga dita e parë në terren për të ndjekur pikërisht këtë protestë. Si e ke parë ti? Pra, ka një farë të drejtë, po themi Partia Demokratike që mban këtë lloj retorike, e shikon si thirrje që vjen vetëm nga një grupim? Mund të them pjesërisht të drejtë. Përse mund ta konsideroj pjesërisht të drejtë? Është e vërtetë që grupi që e nisi thirrjen Ramanburg-Berisha-Burg janë mbështetësit e Lëvizjes Bashk, të drejtuar nga zoti Qori, është e vërtetë, madje ka pas disa herë incidente, pikërisht mes aktivistëve të Lëvizjes Bashk dhe organizatës politike dhe aktivistëve të forcave të tjera, përfshi këtu ata që le të themi njihen si aktivistë të djathtë apo janë mbështetës të Partisë Demokratike. Dhe mund të themi që pjesërisht, pse pjesërisht? Është e vërtetë, siç e thash, u nis nga këta, por janë bashkuar në thirrje edhe qytetarë të tjerë, ndoshta pa ngjyrime partijake apo